Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. I lartësuar është Zoti Madhreshëm, ai I cili ka krijuar çka ka dëshiruar dhe ka zgjedhur nga krijesat e tij kë ka dëshiruar, dhe në mesin e këtyre krijesave e ka krijuar njeriu, e ka zgjedh, e ka privilegjuar dhe e ka ngrit në shkallën më të lartë. I ka zbritur fe e cila është udhërrëfyes për gjithë ata të cilët dëshirojnë me njoft të vërtetën këtë botë dhe me rrugtu me të vërtetën në botën e përjetshme. Andaj është detyrë e secilit besimtar në jetën e kësaj bote me bë përpjekje maksimale që me I qëndru besnik udhëzimeve të Zotit të Madhreshëm dhe me bë përpjekje po ashtu që me arrit qëllimet më të mira të mundshme në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke qenë në dieni se tashmë jemi në muajin Hax, jemi në muajin ku Zoti Madhreshëm e ka bë obligim një prej detyra dhe shtyllave të Islamit, e shfrytëzoj rastin me I thënë 2-3 fjalë hyrëse sepse do të vazhdojmë me lejen Allahut Azza wa Jall edhe xhumahet të ardhshme. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se Islami është fe që e ka hartuar Zoti Madhreshëm me dijen dhe urtësinë e tij në formë të programit dhe pastaj përmes pejgamberëve ja ka dedikuar njerëzimit. Asgjë në fenë islame nuk është e rastishme dhe e paqëllimshme, por secila dispozit apo shtyllë e Islamit është përcaktuar me urtësi për Zotit Madhreshëm dhe ka për qëllim që njeriu përmes atij adhurimi me arrit shkallët më të mira të mundshme të jetës. Të ndershëm vëllezër besimtar, nuk ka dyshim se prej shtyllave fundamentale të Islamit është haxhi. Është shtyllë që ka vendosur Zoti Madhreshëm dhe ka porosit njeriu që t'i përmbahet me kujdes kësaj rregulle. Është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam I cili thotë se bunya al-islamu ala khamsin. Thot Islami është ndërtuar në 5 shtylla, mbi të cilat komplet jeta e njeriu është në te. Thot e para, dëshmia se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut Azza wa Jall. Pra shahadeti, se nuk ka dëshmia që njeriu e dëshmon këtë dunja me vetdije, me vullnet, me mençuri, se nuk ka Zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhamedi është I dërguar I fundit I Zotit të Madhreshëm. Kjo është shtylla e parë. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shtylla e dytë e Islamit është namazi. Posa ta dëshmon njeriu shahadetin, në mënyrë automatike I bëhet obligim, domethënë namazi. Pas namazit vëllezër është shtyllë kryesore është agjërimi muajit Ramazan. Pastaj është zeqati, e pastaj është shkuja në haxh. Pra shkuja në haxh është prej shtyllave fundamentale të Islamit. Nuk është kartë e lehtë që mundet me injoru besimtari jetën se bote. Nuk është diçka e thjeshtë që mundesh me kompenzu me diçka. Nëse s'u ka arrit mundësia është çështje tjetër, sepse haxhi ka të bëjë me kushte materiale. E arrin njeri kushtet materiale, I obligohet haxhi. Nëse si arrin kushtet materiale, nuk është faji jon, thjesht caktimi I Zotit Madhreshëm, ne ndrojmë me kry këtë obligim, mos me dalë prej kësaj bote pa e kry këtë obligim, por nëse s'ne ka mundësu Zoti me kry, inshallah ne kompenzon në botën e përjetshme, mirë po ne nuk guxojmë të luajmë me këtë kartë. Të ndershëm vëllezër, sepse do të flasim xhumave tjera, po e bëj si hyri këtë temë. Të ndershëm vëllezër, haxhi është bërë obligim në vitin e 9 Hijri. Që t'jemi të qartë, po flasmi si dispozit.
S'po flasmi për çabën si objekt. E pastaj çka rrethohet, rrethsoj me 100 argumente historike, është temë tjetër e gjatë. Po flasmi për haxhin si dispozit. Është bërë obligim në vitin e 9 Hijri. Dhe Allahu xhallahu ala në thot Kur'an: "Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila." E thot njerëzve, për hir të Allahut azza wa jall, i është bërë obligim krye haxhit. Pra haxhi është obligim të ndershëm vëllezër. Çka nënkupton kjo punë e haxhit? Vëllezër, haxhi, krye haxhit është një formë e përgjigjes ndaj thirrjes së Zotit të Madhërisht. Një formë e përgjigjes ndaj thirrjes së Zotit të Madhërisht. Allahu na thon në Kur'an: "Istajibu li rabbikum", o ju njerëz, përgjigjeni Allahut azza wa jall. Përgjigjeni krijuesit tuaj, atij i cili ka prunë jetën kësaj bote, të furnizon, të begaton, të jep mira, dhe ta i cili kemi trokit nder atë ditë kur të lanë të gjithë. Përgjigju me ku? Ktheu te Zoti i Madhërisht. Pra haxhi është përgjigje ndaj thirrjes që ka bërë Zoti i Madhërisht për njerëzit në përgjithësi dhe besimtarët musliman në veçanti. Prandaj besimtari në jetën e kësaj bote provon që të paktën një herë në jetë me qenë musafir në shtëpitë e Allahut xhallahu ala. I përulur me qëllimin më të mirë të mundshëm, duke njohur veten, dhe shkon musafir në shtëpitë e Allahut subhanahu wa taala, si musafir special që Allahu xhallahu ala i ka quajtur musafir special ata të cilët shkojnë në kohët e haxhit në shtëpinë e Allahut xhallahu ala. Pra është përgjigje vëllezër ndaj thirrjes së Zotit të Madhërisht. Në këtë dunjë shpesh njeriu përgjigjet ftesave të ndryshme. Edhe ka njerë bëhet edhe argatje aty në ftesave. Duke mos e llogarit që mund të mos janë pozitive. Por atë që i përgjigjet, e harxhon energjinë, pasurinë, ku diçka. Nëse shkura në haxh nën kupton me u përgjigj Allahu xhallahu ala. Me shku atje me mendje, me zemër dhe me shpirt, përveç aspekti fizik. I përulur ndaj krijuesit, ndaj atij i cili ka kriju gjithçka. Dhe është begati e madhe që njeriu pra të ketë rastin me vesh njerë në jetë petku në ihramit dhe më drejtu Allahu xhallahu ala. Vëllezër të ndershëm, po shkak temave në vim, po keni pa jetën e kësaj bote, sidomos në kohën tonë. Materializmi do me shkatru qenë njeri. Materializmi do mi prish vlerat, sikur se ban njeriun të pangopur. E haxhi me një moment e mëson njeriun në mënyrë adekuate se qenja shpirtërore është më e fortë se qenja fizike. Ndërgjegja e njeriu do të më kanë më e fortë se sa ana materiale e tij. Çish e kupton ky se ndërgjegja do të më kanë më e fortë se sa ana materiale jotja? Kur shkon në çavën e bekuar, edhe ty të kthehet një memorie historike mia vjeçare, për ardhen ka ardhur ky njeri, sepse për momentin është objekti më i vjetër në botë, që lidhet me mia histori të ndryshme të gjenezës së njerëzve, e që është tim e gatë, dhe ti nalesh për një moment, e ki vesh një lloj petku të bardhë dhe i thu vetit, vallë, a mund me kanë një jeta ka që thjeshtë. Unë me përfundu nesër me këtë petk. Unë me dalë për kësaj bote me këtë petk. Çka i kom dhënë jetës që po më shpërblej ka që thjesht me dalë për kësaj bote me një petk. Edhe e kupton se është shumë e rëndësishme ana shpirtërore. Në një farë forme të gërditet, si thot populli, kjo ëndje e madhe, kjo egoja e madhe e materializmit. Edhe shes se ti e qenje shpirtërore dhe ki vlerë më shumë se petku që vesh. Se ti nuk kompenzohesh me asgjë, se i qenje njeri dhurat e Zotit të Madhërisht.
Vëllezër të ndershëm, keni pa në kohën tonë edhe njeri mos ka vlerë. Apo e shqipi sa me thjeshtësi i trajtojmë njerëz, sa me pavlerë i trajtojmë njerëz, popujt e kështu me radhë. Në ditë për ditëve është transmetuar një hadith për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë hadith e transmeton Omer ibn Khattabi radiallahu anhu. Omer ishte rreth Shabës dhe i pa të njerëzit se si e respektojnë shtëpinë e Zotit Madhrishëm. Të porullur, të qetë, nga njerë lot ndjenje kështu me radhë, dhe Omeri tha i Qabe, pasha Zotin të ka madhnu Allahut, ka dhënë jeshi Allahut, ka dhënë autoritet Zotit, kush afrohet rreth teje e kupton në rëndësinë tonë. Thot veç vallahi ti s'ki vlerë më shumë se njeri. Wallahi do ti s'ki vlerë më shumë se njeriu. El insan bunyanullah, njeriu është ndërtesa e Allahut. Mel'unun men hadama, i mallkuar është ai cili ka lujt me dignitetin njerëzor. Sepse as çabi bekuar s'ka vlerë më shumë se njeriu. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe prishja e çabës është më e lehtë, mëkat më i lehtë te Zoti i Madhrishëm se sa me marr shpirtin t'i kujna, me mytikën. E po jetojmë në një kohë që ndërgjegjja ka shku dhe atje njerëzimit, sa që si ban përshtypje vdekja askujt, qofshin fëmijë, gra, masi vide ku diçka, edhe na duket që kjo jetë është. Pra vëllezër të ndershëm, njeriu është krijesë e bukur e mirë, po nëse ai del prej kufeve njerëzor, ai shkatron prish gjithçka. Për këtë arsye feja të ul me kam për tokë. Ballafaqon me një fakt që ti suni ik. Edhe të kush je ti që dush me qenë kaq më i madh? Kush je ti që dush me mendu se i paprekshëm? Ka kjo arti. Cilë misioni unë si njërin këtë dunja? Pse po desh ka pasuria me ta tregu vlerën kush je ti? Pse po desh ka në materiale me të kallëzu sa ki vlerë ti? E në haqë e mëson mënyrë adekuate kush je ti si njeri. Kemi pa vëllezër miliarder, kompanit mëdha që nuk hinë as në garë për mos zgjedhë si miliardera, sepse s'kime shka mi matë, ata ka shka në pasuri. E në tavafe gjanë me një portesha që kushtojnë as 6 euro. Allahu do me thonë te unë nuk ka vlerë pasuria, se unë ta kam dhanë. Te unë ka vlerë njerëzillaku, ti sa peshon si njeri. Jo pasuria jote. Te unë peshon devotshmëria. Te unë peshon njerëzillaku, misioni që ki si njeri. Sepse njeriu këtë dunja ka mision vëllezër me ndërtu këtë jetë, me ndërtu shoqërinë, me lënë gjurmë pozitive, me adhon hakin secili që meriton, e me jetu njerëzit. Po kur materiale bëhet armë, atëherë njerëzit vujnë. E vujnë më të madhen, më të shtrenjtë të mundshme. E haxhi vëllezër të ndershëm është përgjigje ndaj Zotit Madhrishëm. Në këtë dunja, elhamdulillah Zotit Madhrishëm, bota u bën si një fshat. Udhton ku dush, shkon ku dush, e sheh dhe mos shkofsh e sheh. U bën si një fshat. Po nëse shkon vëllezër, sepse bota është e bukur, ka vende ndryshme, dhe ty ti josh bukuria për shembull, hajde bëda me detet e maleve, e fushave, ku i di çka ti josh. E dini që në çapën e bekuar joshët shpirti, jo syni. Ti një çarshaf të zi mundesh me marrë dhe në shtëpi. Po e nuk e bëjmë në qabe. Shejtërinë së një jep ti. Ja ka dhënë ai i cili ka kriju dhe ka përzgjedhur gjithçka. Ti mundesh me ndërtu shtëpi pe arit, sot kanë mrinë njerëzit larg. Kanë ndryshme shtëpia pe arit. Por se ka peshën e shtëpisë Allahu xhallahu ala. Edhe këtë e din mirë se cili që shkon, krasimi. Pra në qabe shkon njeriu dhe sheh se sa ka vlerë ana shpirtërore e tij. E merr malli për xhenezën. E merr malli mi bë pyetje vetet, ka kemi ardhur si njerëz. Ku jemi kanë më herët? Kush ka jetuar para neve në këtë tokë?
Ku janë ata? Edhe kush do të jenë pas neve 1000 vjetë? E ku do të jemi ne? Par një memori, një grumbë pyetjesh, që njeriu në ihram je përgjigje dhe e kupton se ti ke ardhur për asgjëje. Ke ardhur për mision dhe s'ki ku me shku tjetër përveç se te Zoti i Madhreshëm, po ti e zgjedh ç'po shkon. A do me shku dinitet shumë si njeri me vlera i përulën ndaj Zotit të Madhreshëm, apo do me shku si një mëkatar i madh i cili ka shkel ligjet e Zotit të Madhreshëm dhe ka bën rrëmuin e tokë. E besimtari zgjedh me shku ndershëm. Pra vëllezër të ndershëm, sa do që të flasmi, e kemi të pamundën nga se dhe në shkencë mësohet, e kemi të pamundën me i spjegu dhe ndjenja. E kemi pavarësisht oratorinë e njerëzve, dijen e njerëzve, e kemi të pamundën me spjegu se çka ndodh me qenë njeri, me shpirtin e njeriut, me mendjen, kur ai vesh i rami dhe është musafir në shtëpitë e Allahut, në kohën e caktuar, ku sillet rreth 7 herë rreth Qabës, në kaje të ndryshme të orës, sepse shka ka në tokë dhe në qiell, prej gjëra më të vogla, 8 atomi, hala më vogël se atomi, të gjitha sillen 7 herë në kundërt. Dhe jo rastësisht sillet atje. Që do më të kallëzu se ti një krije që s'u ndel pi kodit që ka caktuar Allahu xhallahu ala. Ti një njeri që s'u ndel prej kufeve që ti ka caktuar Rabbul Alamin. Andaj qëndron në kufeve të Zotit të Madhreshëm, shijoje këtë jetë, bën përpjekje me nën gjuhën pozitive dhe mos ke frikë për rrugtimin tanë dhe mos u brengos çka do ndodh mas 1000 vjetë kur jemi këtu, sepse kur nuk jemi këtu, do të jemi me një etapë tjetër të jetës, aja ka mund varë për veprave se bote, për besimet dhe punët e mira. Këtu për përfundoj vëllezër për shkak të kohës, me vazhdu biidhnillahi taala në xumën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.